Më 1 janar 2026 do të rriten dhe pagat minimale, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama gjatë episodit të radhës të podcastit Flasim. Paga minimale do të shkojë në 500 euro si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Ndërkohë me hyrjen e vitit të ri 2026, nis edhe historia e re e rritjes së pensioneve, të cilat do të nisin të rriten nga janari e do të dyfishohen në janar të 2027-s, do të trefishohen në janar të 2028-s dhe do të katërfishohen në janar të 2029-s e po ashtu do të pesëfishohen në janar të 2030-s. Kështu ka deklaruar kryeministri shqiptar Edi Rama, ndërsa shtoi se në 1 janar të 2026-s do të rriten edhe pagat minimale, tamam ashtu siç jemi zotuar, tha Rama. Ajo do të jetë 500 euro, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat. Po ashtu, kreu i qeverisë foli edhe për shpërblimin e fundvitit për pensionistët. Miratuam këtë javë shpërblimin e fundvitit për pensionistët, duke i dhënë fund zërave të kënetës së madhe politike e mediatike, që helmuan gjysher e gjyshe me informacionin e remt se shpërblimi i këtij fundviti do të mbahet çdo muaj të vitit tjetër e këtë vit nuk do të ketë shpërblim, tha Rama. Jo, shpërblimet janë nisur drejt pensionistëve dhe kush ka një pension deri në 20.000 lekë të rinj do të marrë një shpërblim 150 euro, ndërsa kush e ka pensionin mbi 20.000 lekë të rinj do të shpërblet me 100 euro, përfundoi kryeministri Rama.